Kemi nderin dhe kënaqësinë që sot kemi të ftuar drejtorin e parking servisit të Ulqinit, Arsim Cuca, për të folur pak a shumë mbi këto risitë në parking servis. Mirëmëngjesi dhe faleminderit që jeni sot me ne. Mirëmëngjesi dhe juve, ju përshëndes nga par juve si staf drejtorës, po ashtu gjithë qytetarët e Ulqinit. Faleminderit edhe njëherë që pranuat ftesën. Ditë më parë kemi parë që edhe në rrjetet sociale keni postuar disa rregullore të reja nga parking servisi. Na tregoni pse është vendosur intensifikimi i kontrolleve për parkimet e pa rregulla pikërisht tani? Në rapar, ju përshëndes edhe herë juve si staf drejtues, po ashtu qytetarët e Ulqinit. Këta rregulla janë bërë për disa arsye. Arsye kryesore është bazë ndërmjet në qytetin e Ulqinit, të them të drejtën, mungojnë dhe parkingjet e reja. Për këtë arsye është bërë një masë, nuk pa them dëshkuese, po një kontroll më intensiv, domethënë në ditët në vazhdim, ka më bërë edhe më tepër për arsye se parkingjet domethënë janë të nxënën në mënyrë jo të rregullt. Sidomos domethënë i parkojnë makinat domethënë nëpër trotuare, në vendet ku janë taksisët, po ashtu edhe ku janë parkingjet për individa, domethënë për këtë arsye janë marrë disa mase të reja që në muaj që qytetarët e Ulqinit të kenë dhënë parkingje më të rregullta edhe më shumë parkingje në funksion për ditën e vazhdim. Cilat janë ndoshta ato shkelje më të shpeshta që hasni në terrenin nga drejtuesit e automjeteve? Shkelje më të rënda janë domethënë kur parkohen makinat domethënë paralel njëra me tjetrën. Atë kena hasni shumë vërtetësi domethënë dhe komunikim me qytetarët e Ulqinit. Atëherë janë munduesit shkelje më të rënda domethënë të automjetet ku janë parkuar në mënyrë paralele. Po ashtu është bërë nxjerrja e parkingjeve, parasysh se nuk i lënë makinat e tjera të parkohen në vende të caktuara, për këtë arsye jena munduar domethënë sa më tepër të bëjmë lirimin e hapësirave të parkingjeve. Nuk është e thjeshtë as për ne si parking servis, po ashtu edhe për qytetarët të gjejmë ndoshta një rrugë të përbashkët, por duhet të mësojmë ne se duhet të parkojmë në mënyrë të rregullt, që qytetarët e Ulqinit, po ashtu edhe turistët që vinë në qytetin e Ulqinit të ketë hapësira më të tepërta për parkingjet në qytetin e Ulqinit. A ka ndoshta zona më të specifikuara ku problemet e parkingut janë më të theksuara? E kam cek edhe herët e kaluara ka shumë probleme në qendrën e qytetit të Ulqinit. Aty janë të marrë disa mase të reja që t'i lirojmë sa më tepër parkingjet qytetarëve të Ulqinit nga parë, po ashtu është zona të shkolla, të gjimnazi Ulqinit, dhe të është një problem shumë i madh i cilin e kena vënë në një synim, një synim terren të rritjes që na si parking servis, po ashtu edhe komuna e Ulqinit bashkëpunim me policinë komunale, që të atë hapësirë të lirojmë sa më tepër, sidomos në periudhën kur shkojnë fëmijët në shkollë. Sa bashkëpunues janë qytetarët e Ulqinit në këto rregulla që ju vendosni her pas here? Qytetarët e Ulqinit duhet të eksperimentojnë secilin nga një. Me të vërtetë aty kanë hasur një bashkëpunim të mirëfillt me qytetarët e Ulqinit. Problemi nuk është se qytetarët e Ulqinit se nuk i respektojnë rregullat. Problemi është se individ të caktuar të cilët me të vërtetë bëjnë shumë probleme në parkingjet, po ashtu edhe në përdorimin e pa rregull të parkingjeve në qytetin e Ulqinit. Si funksionon kjo konkretisht koha akademike 15 minutëshe dhe cili është qëllimi i saj? Qëllimi i saj domethënë kohën 15 minutëshe më të përdorim një herë domethënë gjatë ditës në dy zona të caktuara, në zonën e parë dhe zonën e dytë. Derisa nëse kalon domethënë 15 minutëshe në pjesën e parë domethënë të gjatë ditës, atëherë duhet nëse parkohesh domethënë paralelisht, nëse parkohesh gjatë ditës, domethënë ti duhet automatikisht të bash pagesën, se domethënë se ke shfrytzuar 15 minutë në cilën e kena të saktuara për brenda ditës. Pse pikërisht kjo mundësi mund të përdoret vetëm një herë gjatë 24 orëve? Kjo mund të përdoret për një arsye. Arsyeja vetme që të përdoret kjo është se nëse na thjesht vazhdojmë domethënë të sillnim rregullat që janë paraparë nga komuna e Ulqinit, atëherë na si parking servis nuk mund të funksionojmë në mënyrë të rregullt për disa qytetarë të caktuar. A ka pas ndoshta edhe keq kuptime nga qytetarët që këtë iniciativë e quajnë edhe falas? Nuk ka pas, nuk ka pas. Domethënë qytetarët janë të vetëdijshëm se rregullat të parking servisit nuk i kena bënë. Kur i bënë domethënë rregullat që është në themelimit e parking servisit. Po.
ne vazhdojmë të zbatojmë ata rregulla që janë të vëmën në parking service. Si kontrollohen teknikisht nëse një automjete ka shfrytzuar tashmë 15 minutë? Si mund të dihet? Ja dihet domthonë në mënyrë teknologjike, domthonë të gjitha makinat që kemi në sistem, ne kemi 2 makina kontrollet të cilat vazhdojnë rregullisht domethënë kontrollet në qytetin e Ulqinit, po ashtu edhe kemi kontrollorë të cilët janë në terren, dhe ata të cilët ka domthonë sistemin e vëmën në telefonin e tyre dhe përmes telefonit dhe përmes 2 makinave të cilët kemi në shërbim domthonë të kontrollit, ata di të cilën makinë është në sistem dhe cilën makinë është në sistem. Çfarë duhet të bëjë një qytetar sapo të parkojë që të mos rrezikojë gjop nga 15 minutave? Qytetari domthonë duhet të jetë i vetëdijshëm se nuk duhet të kalojë 15 minuta siç ka në fillim, domthonë 15 minuta janë të caktuar gjatë ditës. Ai automatikisht domthonë kur parkon automjetin e tij, mundet domthonë 2-3 minuta të kalojnë, por normalisht duhet brenda aty 2-3 minuta të bëjë pagesën e cila e bëhet përmes mesazheve edhe numrat të caktuar që janë për pagesat në gjatë ditës. Cilat ndoshta janë edhe pasojat nëse të i kalohet kjo kohë dhe nuk paguhet parkimi? Atëherë domethënë pasojat e tyre nëse kontrollohet të cilët janë në terren ato të gjobat e caktuara që janë për parking servisin, domethënë ato janë gjobat, nuk mund të them se janë gjoba të pakta për qytetarët e Ulqinit, por nuk janë edhe aq të mëdha në krahasim me disa vende të tjera. Ne jemi tashmë në një periudhë ku edhe presim edhe sezonin turistik edhe pak dhe a parashikohen ndryshime të reja të parking servisit në qytetin e Ulqinit për sezonin veror? Janë duke bërë përgatitje për sezonin turistik, janë bërë disa hapësira të reja për parkingin e qytetin e Ulqinit, me elaboratin e ri që do të përfundojnë në fund të marsit, planifikojmë se të bëjmë 280 parkingje të reja, domthonë në disa zona të caktuara, dhe mund të them se qyteti i Ulqinit do të ketë hapësira më të mëdha parkingu gjatë sezonit turistik të verës, sidomos për pjesën e plazhës të madhe. Ju si drejtori i parking servisit, si e vlerësoni bashkëpunimin me policinë komunale dhe policinë e shtetit? Bashkëpunimi me policinë komunale dhe policinë e shtetit mund të them se është në një rrjedhë shumë të duhur, në rrjedhë shumë të mirë. Nuk është e thjeshtë, domthonë të bashkëpunojmë, por kur e shohim se çfarë rezultate që janë qytetit të Ulqinit, unë mendoj se kemi arritur një sukses të mirëfillt ndërmjet policisë komunale, policisë të shtetit dhe neve si parking service. Dua të kthehem përsëri tek qytetarët. E dim që qyteti i Ulqinit është mjaft i kufizuar sa i përket edhe parkimit dhe mund të them kështu çdo e dyta shtëpi në Ulqin kanë nga 2-3 automjete. Si mund të barazohet kjo gjë dhe të jemi të gjithë në rregull me këtë gjë? Me këtë gjë domthonë unë kam qenë në fillim. Domthonë duhet që të bëjmë një parking, domthonë të bëjmë automjete parkohen në mënyrën e duhur, domthonë në ta parkinge që kemi të shfrytëzojmë në atë mënyrë që të i lëmë hapësirë të tjera të parkohen domthonë gjatë ditës, po ashtu edhe gjatë sezonit turistik. Jemi në udhë të duhur, shpresoj se shpejti të bëjmë një ndryshim në qytetin e Ulqinit si përket parkingjeve. Nuk e di sa konkrete, po besoj se me bashkëpunim me kryetarin e komunës dhe gjithë bashkëpunëtorët e kabinetit të kryetarit, mendoj se qyteti i Ulqinit së shpejti do të japë një parking të ri. Cila është ajo zonë më rrezikuar dhe më problematike gjatë gjithë vitit? Për momentin janë 2 zonat. Zonat e pazari, po ashtu edhe zonat e shkollës, si me të vërtetë mund të them si shpresojmë se të ardhmen e shpejt të bëjnë disa ndryshime si përket gjatë periudhës kur fëmijët shkojnë në shkollë. Është një zonë shumë e rrezikuar, po atë ata qytetarët e Ulqinit po ashtu edhe për fëmijët të cilët shkojnë në mëngjes në shkollë. Unë ju falenderoj që ishit pjesë e emisionit të mëngjesit dhe ju uroj shumë suksese në punën tuaj. Faleminderit edhe juve.